Të nderuar qytetarë të komunës së Fushë Kosovës, i nderuari zoti Albin Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvendose, i nderuari zoti Florin Krasniqi, deputet i lëvizjes vetëvendose, të nderuar kandidat për asamblesë, aktivist të lëvizjes vetëvendosje, të gjithë të pranishmit dhe familjarët e martirëve të komunës së Fushë Kosovës, ju dëshirojmë mirëseardhje në tubimin kryesor të lëvizjes vetëvendosje në Fushë Kosovë. Vetëvendosje me grupin e saj të ekspertëve dhe me punën në teren ka bërë identifikimin e nevojave, kërkesave dhe halleve të qytetarëve të komunës së Fushë Kosovës, të cilat janë përkthyer në një alternativë konkrete për komunën e Fushë Kosovës. Zhvillimi ekonomik, krijimi i një raporti miqësor me bizneset, krijimi i një klime favorizuese për donacionet dhe investimet e huaja dhe njerëzve të mëgatës sonë, investimet e qëndrueshme në infrastrukturë, investimet në bujqësi, të cilat do të mundësonin një punësim më të madh të rinjve, zhvillimi i arsimit modern, i cili do të përgjigjej nevojave të tregut dhe dijes evropiane, furnizimi i rregull me ujë të pishëm, krijimi i një ambienti të pastër, funksionalizimi i 4 punkteve shëndetësore, krijimi profesionalizmi i shërbimeve shëndetësore në fushën e kulturës dhe të sportit, do të reaktivizojmë shtëpinë e kulturës dhe rritjen e aktiviteteve sportive, duke krijuar fusha sportive në të gjitha fshatrat e komunës ku do të mundësojë krijimi i klubeve sportive. Lëvizja vetëvendosje ka përcaktuar edhe disa nga prioritetet kryesore për komunën tonë. Njëra ndër to është edhe investimi në bujqësi. Një rëndësi të veçantë në zhvillimin ekonomik të komunës sonë i kemi kushtuar punësimit të njerëzve përmes rritjes së fondeve në bujqësi. Bujqësia e cila siç dihet edhe prodhon, por edhe punëson. Prandaj lëvizja vetëvendosje do të investojë në sistemin e ujitjes, subvencionimin e minifermave të lopëve, serrave, do të subvencionojmë tatimin në pronë, varësisht prej ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, varësisht prej numrit të punësuarve. Lëvizja vetëvendosje sjellën në rrafshin kombëtar e ka një plan unik në krijimin e tregeve në trezet e Kosovës dhe në secilat pika të veçanta në komuna do të krijohet një pjesë e veçantë të tregut ku do të promovohen prodhimet vendore dhe tezgat për ta do të jenë falas. Në fushën e arsimit do të bëjmë urgjentisht departizimin e arsimit, pastaj reformimin e arsimit në të gjitha hallkat e organizimit të tij, në përzgjedhjen e drejtorëve, po ashtu është një risi e lëvizjes vetëvendosje, do të formojmë një komision me bazë të gjerë për faqësimi, do t'i pajisim shkollat me kabinete, kompjuter, do t'i japim bursa për nxënësit më të mirë, do të krijojmë klasat parashkollore në fshatra dhe qytet, do të krijojmë bibliotekat për të gjitha shkollat, do të ndërtojmë shkollën në Karat, rikonstruimin e plotë të shkollës në Mesbardh, rikthimin e shkollës së mesme në Bardh të Madh dhe ndërtimin e një shkolle po ashtu në qytetin e komunës së Fushë Kosovës. Në fushën e mjedisit dhe planifikimit urban parashohim në 2 vitet e para pastrimin dhe rehabilitimin e lumenjve. Për gjatë tyre fatkeqësisht janë krijuar deponi ilegale për shkak të pakujdesisë së qeveritarëve komunal. Pastaj do të bëjmë ndërtimin e një parku rekreativ në fshatin Lismir, pyllëzimin e një pjese nga 1000 hektar djerrina, ndërtimin e 2 parqeve në qytet, ndërtimi i trotuareve, parkingeve dhe ambienteve rekreative. Një rëndësi e veçantë në fushën e planifikimit urban do t'i kushtohet ndërprerjes së terrorit urban që po ushtrohet nga qeveria komunale e Fushë Kosovës.
sepse me një trend të tillë të zhvillimit kaotik, qyteti i Fushë Kosovës shumë shpejt mund të bëhet qytet i pabanueshëm. Andaj lëvizja vetëvendosje urgjentisht do ta nxjizoj gjendjen dhe do të shoh se kush kanë investuar në to, para pa kujt fshihet kryetari aktual i komunës së Fushë Kosovës. Në fushën e shëndetësisë do t'i funksionalizojmë 4 punkte shëndetësore, si dhe 6 punkte të tjera do t'i profesionalizojmë me shërbime moderne shëndetësore. Orari punkteve nga 1 ditë do të shtrihet për gjatë tërë javës 5 ditë. Qendra e mjekësisë kryesore familjare do të jetë funksionale në të gjithë sektorët. Sigurimi i materialeve medicinale për laboratorin e analizave, për klinikën stomatologjike, si dhe furnizimi falas me barna të listës esenciale. Gjithashtu parashojmë edhe krijimin e një qendre për mirëqenien e gruas dhe fëmijës. Do thotë që do të ofrojë shërbime për gratë në fushën e ginekologjisë dhe në fushën pediatrike për fëmijë. Kultura dhe sporti kanë një rëndësi të veçantë në konceptin dhe filozofinë politike të lëvizjes vetëvendosje. Edhe kjo shtëpi e kulturës ku jemi këtu, edhe shtëpia në fshatin Slatin, do thotë kanë vetëm funksione elementare. Nuk zhvillohen kurrfarë aktivitete kulturore dhe edukative. Prandaj ne do t'i kushtojmë kujdes që këto të rifunksionalizohen në tërë kapacitetin e tyre. Do të vendoset një bashkëpunim me shkollat, do të rithemelojmë teatrin e qytetit, rifunksionalizojmë muzeun e qytetit, do të funksionalizojmë shtëpinë e kulturës në fshatin Slatin dhe njëjësi do të jetë ndërtimi i fushave të futbollit në çdo fshat të komunës sonë si parakusht për krijimin e klubeve sportive. Një vëmendje të veçantë në alternativën tonë qeverisëse komunale kemi kushtuar edhe çështjes së furnizimit me ujë të pishëm. Komuna e Fushë Kosovës është lënë anash nga pushteti, i cili ka manifestuar një mungesë elementare të vëmendjes për këtë artikull që është i domosdoshëm dhe jetësor. Ne hapat e parë që do të ndërmarrim do të jetë komunikimi profesional me ujësjellësin Prishtina, sanimi i humbjeve të mëdha në rrjet, ndërprerja furnizimit të parkut në Drenas, përderisa nuk do të furnizohen qytetarët tonë rregullisht me ujë, faturimi i rregullt, shkyqja atyre që shpërdorin ujin, funksionalizimi i fabrikës së ujit në Uglar. Paramendoni edhe pse tashmë 2 vjet është kryer, vetëm për shkak të pranimit teknik nuk është në funksion. Që do të bëjmë funksionalizimin e puseve dhe ndërtimin e një impjanti në Kodrat mbi fshatin Grabos. Jo për nga rëndësia kemi lënë në fund edhe një prioritet që mund quhet edhe krye prioritet është lufta ndaj korrupsionit. Lufta ndaj korrupsionit do të jetë prioritet me rëndësi të veçantë. Kryetari në largim i Fushë Kosovës, komunën e ka shndruar në një feud ku i ka suspenduar organet e komunës, ka disiplinuar partitë të opozitës, duke i krijuar vetes komoditetin të ushtrojë praktika korruptive që janë tipike për organizatat kriminale dhe mafioze. Me lëvizjen vetëvendose do të marrë fund politika e vjetër, politika e përçarjes, e shkatërimit, e dëshpërimit dhe mungesës së perspektives për qytetarët tanë. Me ardhjen tonë në pushtet, qytetari do të jetë në qendër të vëmendjes sonë. Do të instalojmë urgjentisht transparencën, llogaridhënien dhe gjithëpërfshirjen. Ora e ndryshimit të madh po afron. Më 3 nëntor ftojmë qytetarët e komunës të Fushë Kosovës që të japim fund politikës së vjetër të shkatërimit dhe me vetëvendosjen ta fillojmë një epokë të re, një vizion një epokë të re dhe një vizion modern me qëllim që së bashku ta ndryshojmë Fushë Kosovën. Me këtë rast, thras kandidatën për asambleiste të lëvizjes vetëvendosje, zonjushën Trendelina Duli.
E drejta për arsim është një drejtë universale dhe patjetërsueshme njerëzore, dhe shteti ka për obligim të asigurojë të gjithë qytetarëve mundësinë për arsim dhe shkollim cilësor. Ne duhet të kemi një shkollim cilësor, sepse kjo është mënyra e vetme për zhvillimin e burimeve njerëzore, që nga sistemi parashkollor deri tek ai më i lartë, kemi mungesë të madhe qoftë të infrastrukturës, qoftë të cilësisë, dhe kjo ndodh në nivel shtetëror. Pavarësisht se parakusht për zhvillimin e rinisë dhe shoqërisë në përgjithësi është arsimi publik, i cili në Kosovë, e veçanërisht në komunën tonë Fushë Kosovë, ka nevojë të madhe për reformë. Në të gjithë komunën tonë janë vetëm 4 objekte të qerdheve të ndërtuara, ndërsa vetëm njëra prej tyre është funksionale. E në qerdhën e vetme funksionale të qytetit tonë nuk janë të punësuar kuadrot që meritojnë të jenë aty, por janë të punësuar gratë e drejtorëve të elitës LDK-jane. Ngecjet në arsim në komunën tonë janë jo si pasojë e mungesës së kuadrove të mira mësimdhënëse, por janë pasojë e politizimit të menaxhmentit dhe partive që po lënë jashtë kuadrot shumë të mira mësimdhënëse dhe këto po zëvendësohen me njerëz të futur në arsim në mënyrë partijake. Gjithë ky angazhim partijak ka bërë që dhe papunësia të rinjve e të rejave të komunës sonë të jetë në nivel shumë të lartë, duke marrë parasysh edhe faktin se të rejat dhe të rinjët e komunës sonë që përfundojnë shkollimin mbesin në përkafeni. Pushtetarët e Fushë Kosovës nuk e njohin realitetin në këtë komunë, pasi që familjarët e vet i kanë sistemuar, ndërsa qytetarët e komunës sonë mbesin të papërfaqësuar nga pushteti aktual. Kush mund të ndryshojë këtë gjendje, nëse jo ne, ata që kemi guximin dhe përkushtimin për një Fushë Kosovë më ndryshe. Ju thëmë me plot bindje, tash e 3 vjetë jëm pjesë e Parlamentit të Kosovës, edhe ju thëmë me plot bindje se dallimet e partive politike parlamentare me përjashtim të vetëvendosjes janë vetëm bastionet, emrat e partive, emrat e liderëve, emrat e kandidatëve për asamblisë. Qëllimet janë njëjta. Qëllimet i kanë gjithë njëjta. Qëllimi i tyre është korrupsioni, nepotizmi, degradimi i gjithë sistemit ekonomik edhe politik të Kosovës. Ata kanë bastione. Ata kanë shumë bastione. Na kemi një bastion. Bastioni ynë është Kosova. Ata kanë shumë qëllime të ulta. Ne i kemi 2 qëllime. Zhvillimin ekonomik e shtetin ligjor. Ne kemi një ideal, por ata kanë një ideal. Ideali ynë është liria dhe krenaria e gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë. Por ata kanë vetëm një ideal. Ideali tyne është me qëndru në pushtet. Në idealit. Ne kemi gjithmonë një hap për para atyne që e ndjekin krimin. Ma në mem. Ata e din këtë fakt. E din që dhe të jemi në cepëm cep të Kosovës në rujtjen e gjitha vota. Jo vetëm votave tona, po të gjitha votave. E qka është plani tyne? Këto zgjedhjet që ne po i bajmë me trenantor, do të cilësohen si blerjet industriale. Pse ata tash, një në dorë e kanë çantën me lek, e në tjetër dorë e kanë çantën me kërcënime për largim pi pune, për degradim familjes e kërcënime të forma tjera. Po ne u thojmë, edhe shikit, edhe servilve tyne. Na do t'i ndjekim hap pas hapi, drejt të t'i qojmë atje ku e kanë vendin. Faleminderit shumë. Do bëjmë prezentimin një nga një të kandidatëve për asamblisë në komunën e Fushë Kosovës. Adriatik Zeqiri, i diplomuar në gjuhë dhe letërsi. Ganimete Maloku, specialiste stomatologjisë. Agim Konjusha, teknik i elektros. Amir Rashica, inxhinier softverik.
Dorina Krasniqi, studente në Fakultetin Juridik. Elmi Shabani, me profesion tregtar. Ndryshim Zogjani, absolvent në Fakultetin Ekonomik. Trëndelina Duli, e diplomuar në gazetari. Shahen Idrizi, ekonomist i diplomuar. Valion Prebreza, i diplomuar në Fakultetin Ekonomik. Fikrete Prebreza, studente e Fakultetit Ekonomik. Shaban Kelmendi, teknik i makinerisë dhe aktivist shumëdhjetësor. Habib Mekolli, absolvent në Fakultetin e Mjekësisë dhe Ekonomik. Qëndresa Bogujevci, absolvente në Universitetin Publik të Prishtinës. Faton Bajqinca, ekonomist i diplomuar. Ramadan Raci, ish inspektor për çështje financiare. Doruntina Jashari, absolvente e Fakultetit Ekonomik. Nehat Salihi, metalurg i diplomuar. Florie Krasniqi, infermiere në QKUK. Sejdi Berisha, teknik i makinerisë. Lavdrim Reshica, absolvent i Fakultetit Ekonomik. Majlinda Plona, ekonomiste. Ardian Havolli, jurist. Ermal Dumani ka përfunduar shkencat politike. Fiona Rama, studente për gjuhë dhe lehtësi gjermane. Behar Mjeku, i diplomuar në bioteknologji. Dhe Arjan Dervisholli, jurist i diplomuar. Këta janë asamblestët e lëvizjes vetëvendose për komunën e Fushkësovës. Edhe njëherë ju urojmë suksese dhe fitore në zgjedhjet e 3 nëntorit. Si zakonisht thuhet, torta mbetet për në fund. E kemi nderin që taftojmë për një fjalë rasti Albin Kurtin, kryetar i lëvizjes vetëvendose. Komuna e Fushkësovës i ka dhënë shumë kulturës, ekonomisë dhe historisë së popullit tonë,
Mirë po, ajo ka përfituar shumë pak zhvillim e tepër shumë korrupsion, nepotizëm e krim që ka shkaktuar këtë varfëni, papunësi e mos zhvillim. Mos zhvillimin komunën e Fushë Kosovës nuk është kurrë fatkeqësi natyrore, por është pasojë e drejt për drejt e këtë qeverisjes. E kësaj këtë qeverisje që kur nuk ishte qeverisje, por vetëm sundim i pushtetit me popullin e mirë të Fushë Kosovës. Lëvizja vetëvendosje do të ndërtoj qerdhe të reja për fëmijët në Fushë Kosovë dhe gjithashtu do ta aprovoj e zbatoj kërkesën e fshatit Slatin e Madhe për një qerdhe për fëmijët e këtij fshati aty. Lëvizja vetëvendosje është i vetmi subjekt që flet për barazinë edhe solidaritetin. Këta politikanë të tjerë të partive tjera flasin për barazi e për solidaritet, veç kur shkojnë të myftiu Naim Tërnava, mjauru Kurban Bajramin ose Fitër Bajramin. Lëvizja vetëvendosje, barazin, solidaritetin i ka të elaboruara gjëre gjatë, i ka të përshkruara e të shpjeguara hollësisht në kuadër të shtyllës së saj shteti social në alternativën qeverisë. Sepse këta që i vëdhen milionat pas luftës, këta ja bojnë qarin vetës gjithmonë. Na kena nevojë me ndihmu të varfënit edhe klasën e mesme, sepse kësaj shërbimet publike, qoftë arsim, shëndetësi ose të tjera, janë pikë së pari për hir të tyre dhe shfrytëzohen nga ata. Ju e dini që pushtetarët këtu në komunën e Fushë Kosovës nuk i përdorin ambulantat edhe spitalet publike anë e këndë Kosovës. Ata kur smurën ose në jantar i familjes tyne, drejt në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës për vendet e Evropës perëndimore. Nuk i çojnë fëmijët në për shkolla publike po private, e kur t'ju rritën ata shkojnë me studiu jashtë. Prandaj na duhet pikë së pari t'ju ndihmojmë të varfërve edhe klasës mesme. Këtë gjë e thot vetëm lëvizja vetëvendosje, këtë gjë do ta bëj vetëm lëvizja vetëvendosje. Në lëvizjen vetëvendosje në qeverisje, jo vetëm Fushë Kosovë, por edhe në Kosovë, e gjithë kjo trashëgimi e deindustrializimit që e ka rritur papunësinë e njëkohësisht edhe deficitin tregtar, do të hetohet e do të hulumtohet për të rishqyrtuar e për të korrigjuar. Me shtetin tonë të së drejtës, me pushtetin tonë të drejtë, jo vetëm që do t'i largojmë nga punat korruptuarit, jo vetëm që do t'a ndalojmë një herë mirë korrupsionin, por krejt pasurin që e kanë fitu të ja pi gjakun popullit e të ja vjedh djersën qytetarëve, do t'ja kthejmë edhe bugjetit komunal në Fushë Kosovë, edhe bugjetit Republikës në Prishtinë. Qeverisja komunale në Fushë Kosovë në vitin 2011 i ka shpenzuar mbi 10.000 euro për kafe turke e afër 10.000 euro për qebapa e sallata në një faturë të vetme. Nuk e di që është e mundshme kjo, por faktet janë të tilla. Ne sigurisht që nuk jemi kundër që kryetari në ikje Burim Berisha të hajë qebapa e të pi kafe turke. Por ne jemi shumë kundër që Burim Berisha ta marrë edhe një mandat e të qeverisë të me Fushë Kosovën. Burim Berisha edhe njerëz të tij këtë pasion të tyre për qebapa dhe kafe turke do të mund të realizojnë pa pas nevojë të jenë në udhëheqje komunale këtu. Pra, ata le të vazhdojnë rrugën e tyre, por jo duke qeverisur me Fushë Kosovën, jo duke sunduar me Fushë Kosovën, sepse me datën 3 nëntor, qytetarët e Fushë Kosovës janë edhe të gatshëm, edhe të interesuar për ndryshimet e domosdoshme. Për numrin 61, për lëvizjen vetëvendosje, për Ilber Islamin dhe për këta djemë e vajza, për këto burra e gra, të cilët do ta ndryshojnë asamblenë komunale të Fushë Kosovës, sepse me hyrjen e tyre aty do ta sjellin edhe demokracinë edhe parlamentarizmin. Nuk e di nëse kryetari në ikje Berisha dhe ekipi i tij kanë qenë duke ngrënë qebapa apo duke pirë kafe turke në ato momente, por e di që ai nuk e ka ndërprer nisjen për Shqipëri, vizitë kjo e paguar me parat e taksapaguesve të Kosovës.
Me lëvizjen vetëvendosje në qeverisje, përgjegjësia e pushtetarëve është prioriteti i komunës. Ndaj unë ju bëj thirrje juve që jo vetëm ta shfrytëzoni të drejtën tuaj individuale për të votuar, por edhe të organizoheni kolektivisht për të votuar, edhe me së paku 8 persona të tjerë dhe kësaj ta kryeni obligimin organizativ të lëvizjes sonë, sepse siç thotë edhe motoja e kësaj fushate brenda fushatës, një herë 8 ndryshon vërtet. Këtu në mesin ton e kemi edhe një qytetar të Fushë Kosovës, një aktivist të përkushtuar, Shpend Bardiqin, i cili e ka kryer tashmë këtë obligim dhe i ka gjetur 8 veta shoqe e shok të cilët do të votojnë me 3 nëntor. E ftoj Shpendin në bimë. Përshëndetje. Unë kam dëgjuar për këtë fushatën 1/8 dhe duke ditur se në këto zgjedhje të fundit ka shumë të rinj dhe të reja të cilat votojnë për herë të parë. Prandaj edhe unë kam bërë një listë prej 8 personash ku kam ftuar shok të mia, shoqe, kolegë të fakultetit e tjerë. Duke ditur se në zgjedhjet e fundit të vitit 2009 ka pasur shumë të rinj dhe të reja të cilat kanë hezituar për të votuar. Por ata kanë pasur një arsye, sepse ata nuk kanë pasur një alternativë qeverise sikur ne që e kemi tash. Prandaj ne kemi alternativën tonë qeverise, kemi vetëvendosjen dhe me 3 nëntor do të votojnë për ndryshimin, do të votojnë për Kosovën. Kur kalon moti vrant e del moti mirë, kur del dielli pas shiut, shfaqet ylberi. Fushë Kosovës i është shfaqur ylberi, prandaj me datën 3 nëntor, votojni numrin 61, votoni vetë, vendosni vetë, votojni vetëvendosjen, votojni ylberi islamin, sepse me fitoren e vetëvendosjes e të ylberi islamit fiton Fushë Kosova, fitojnë qytetarët, fiton populli e shoqëria, fiton i gjithë kombëllë jonë. Faleminderit shumë.